ne peshojmë edhe vetë. Kjo propagandë e nivelit Goebbelsit. Shiko, tani, duke pa, Alarmant. le të folin 300 analista kundër zotit Kurti, le të folin 300 gazetarë. Po shtekuar për shkak se ai përmes studiot veta të projektuar nga ekspertët po arrin me shit një propagandë. Ai ka studio njerëz punojnë për to. Lutem, ne jemi të folë për luftë speciale. Ai ka një luftë. Studion që i incizojnë videot. Ai ka një luftë, s'ka program. Edhe ky programi jonë, edhe ky sonte incizot nga ata. Edhe qohen e morin selcin, dy profesorat... Na bëjnë skanerin. Jo i bëjnë, shumë skanerë ta bëjnë prejmë, edhe ty bëjnë prejmë. Të vjetër ajo... Të vetëvendosja që e ka pas kriju. Po. E ka pas kriju të vetëvendosja dhe ka pas... Pastaj roli i medjave, ai që ka biznes e man media, ai që s'ka biznes, natën e mirë ka një lakum që aty. Po vazhdojmë më radha zi, ose po kaloj të profesor se me të pak bash. Shumë shkurt, Emanueli shumë mirë e tha, ma herët, e boni një pyetje, po edhe një koment shumë shkurtër që i tha që ato thelbin që duhet me thonë. Për shembull, është shumë rënd me Emanuel me shku në këta televizione, për shembull ti si kryeministri i shtetit tu krejt janë kundrejt teje. Mos e reagoni, pritni pak më herë. Krejt janë kundrejt tina, domethënë. Me shku duke gjën krejt kundrejt zotit Kurti. Ky ka zgjedh metodën për me dalë në publik, me dalë vetën. Engelbert. Po del vetën, po shkon në kanal 10, po thot çka po don, sepse nuk po do mi po njerëzit që janë krejt kundrejt tina. Pra, është që kjo e drejt krejt kjo bota e njerëzve të analizave, jo të mediumeve, më konkret kundra një kryeministrit. Pa më parasysh fare. Ma tegër se kundra binit ka